Keni ndonjë koment për vetëshpalljen e kandidaturës së Erion Braçës për Bashkinë e Tiranës, apo është një lëvizje e Ramës pasi ka parë që Manastir Liu nuk kishte asnjë shpresë të fitonte? Faleminderit. Po Partia Demokratike me kë kandidat do të shkojë në zgjedhje në Tiranë? Lidhur me deklaratën e Braçës, Braçë është ose mbahet si socialisti ose si përfaqësues i një partie që është zhdukur pa nam dhe nishën. Në fakt nuk është zhdukur, por ka marrur trajtën e saj të re, se kjo parti është themeluar në krim, se kjo parti kaloi në pluralizëm në krim, dhe tani në duart e Edi Ramës kjo është një parti e mirëfillt krimi. Ndaj dhe më mirë të mos komentoj për problemet e tyre. Partia Demokratike, pa diskutim që do të ofroj qytetarëve të Tiranës, dhe kur të hap diskutimet në mënyrë transparente, kandidaturën më të shkëlqyer, do bëj gjithçka për një front më të gjerë me të gjithë opozitën dhe t'i rikthej kryeqytetin qytetarëve, ta nxjerr nga kthetrat e mafjes më të tmerrshme që Tirana ka njohur gjerësot në jetën e saj, gjerësot. Dhe pyetja e fundit, cila do të jetë strategjia e protestës së ardhshme kombëtare të 17 prillit? Kryengritja paqësore më fuqishme. Strategjia e saj do të informohet, por natyrisht kundërshtarin duhet ta kapim në befasi. E ka edhe këtë kërkesë kryengritja paqësore. Prandaj dhe unë në mbyllje të kësaj bisede shfrytëzoj rastin të bëj thirrje qytetarëve shqiptarë, të bëj thirrje çdo shqiptari të bashkohet në revoltën, në kryengritjen paqësore të Partisë Demokratike,